Bollopoja, një fshat i heshtur në lindjen e Llapit, ku mëngjeset gjithmonë kanë ardhur me aromë bari të freskët dhe zërin e zojve që zgjoheshin para njerëzve. Jeta këtu ka ecë ngadalë si lumi që nuk ngutet kurrë, me tokën e bukës, me njerëzit që janë mësuar të punojnë me duar e me zemër. Këtu buka ndahej edhe kur nuk ishte mjaft, e dera s'është mbyllur kurrë për mysafirin. Kështu ka qenë Bollopoja, e qetë, e urtë, e fortë. Por erdhën vitet kur qetësia u thyer, kur nata filloi të dridhej nga krisma, dhe frika u bë si mjegull që nuk ikte. Në ditët e luftës, fshati mori frymë me dhimbje, por nuk u përkuq. Plakat u strukën pasportave, fëmijët u fshehen në batanie, e burrat u kthyen në krah të malit dhe shpresa arrihte fort si zemër që s'pranon me u ndalë. E në atë kohë të zjarrt, u ngrit edhe emri një djali, Shaban Avdiu, i lindur më 30 mars 1971. Nga 24 dhjetori vitit 1998, Shabani si u nda frontit asnjë ditë. Ai ishte aty ku binte plumbi dhe ku kërkohej zemër. Majac, Godishnjak, Glamnik, Penuh, Bellopoj, Ternav, Halabak, Sharban. Rrugë lufte, rrugë neri, rrugë lirie. Në Hertic e në Surdu, më 15 e 16 prill, lufta u bë flak. Popullata u lëkund si deti i trazuar, duke marrë udhët drejt Ballabanit, Koliqit, Marecit, Mërrecit, Mramorit. Më dyshje në sy, por me shpresën. E pastaj erdhi 18 prill i vitit 1999. Në agimin e ftohtë, forcat armike nisën ofensivën më të rëndë në lindje të Llapit. Granatat shponin tokën, qiellin, ajrin, por jo shpirtin e UÇK-s. Njësitë tona mbajtën vijën Ternav, Halabak, Rimanisht, Sharban, Dyz, aty ku rezistenca nuk lëvizte asnjë hap pas. Luftimet u ndezën edhe në Sharbanin e Epërm, në lagjet Brajshori e Alshiqi dhe në atë ditë të përgjakur, pranë shkollës së Sharbanit, ra në altarin e lirisë, dëshmori Shaban Avdiu, duke u bërë zë i tokës dhe flatër e lirisë së kombit. Por Bollopoja ka edhe plagë të tjera, plagë që nuk harrohen. Martirët e familjes Mustafa, djali, vajza dhe kushëriri i tyre Isa, mbetën si thirrje e përjetshme në kujtesën e fshatit. Njerëz të zakonshëm, por zemra që nuk pranuan të fshihen përballë së keqe. Ata u bën dritë në errësirë, dhe drita e tyre ende ndriçon çdo shtëpi, çdo rrugicë, çdo frymëmarrje të Bollopojës. E mes gjithë asaj dhimbje, një fije shprese lindi si filiz i ri. Shkolla e fshatit, shtëpia e dijes, që më shumë se ndërtesë, ishte ëndër e brezave, u nis me iniciativën e Adem dhe Shishkut, burë që i dha dritë Bollopojës kur ajo kishte më së shumti nevojë. Ai vuri themelet e para të shkollës që mban emrin e dëshmorit kombit, Shef Kikuleta nga Trnava. Këtu shkolla është më shumë se shkollë, është premtim se fëmijët do të jetojnë ndryshe, më mirë, më të lirë. Sot Bollopoja ecën prap me ritmin e saj të qetë, me zërat që vinë prej së kaluarës, me fëmijët që vrapojnë mbi tokën e shenjtë për të cilën u dha gjak. Është fshat me shpirt të madh. Është plag, por edhe shërim. Është kujtim, por edhe frymë gjallë. Është Bollopoja, vendi ku historia nuk tregohet, por ndihet.